kur të vdesim. Çfarë pas kemi qenë? Që të theme, që të thuash, para sa jemi do jemi, mbollëm me errësirën e tyre për miqësinë tonë Filiza Ferrash, akaci fjalësh që ngulqonin fort për ne. Ishin ata e dashur, që nuk i njihnin miqësitë, nuk i njihnin shpirtin tim, as shpirtin tënd. Që burojnë paqe si këngët e dallëndysheve, tinguj këngësh si ujvarat të kristalta, por ne vazhduam rrugën tonë, miqësinë tonë. E ata u larguan një nga një, si korbi që sjell zi. Sot nuk foli askush mirë, për ata që ndërtuam bashkë. Po të jesh e sigurt se pasi të vdesim ne do të dalim plot njerëz të trishtuar, por ikjen tonë do të ngrenë lart me fjalë dëmshmërie, se janë të zi, si korbi, e duan të shembin çdo të mirë. Por të zi në shpirt flasin gjithmonë pas vdekjes së tjetrit. Ziliqarët janë të parët që flasin për të dukur, kurse njerëzit si ne flasin me vepra. Kur të vdesim ne, do të na sillnin lule, se lulet për të vdekurit janë dëmshmëri, se dashuri nuk dhuruan dhe nuk kërkuan. Supozo tani Bukovskin e madh, që sa ishte gjallë nuk e deshi asnjë. E ai fliste me shishën e alkoolit, aty ku gjente paqen që sot njerëzit ja adhurojnë, që ai nuk është më. Do të lexojnë madje dhe këta vargje, siç bëjnë me Bukovskin sot.